ejani më shpesh në teatr, sepse është forma më e mirë e një edukimi të shëndetshëm. Dhe janë të mirëpritur në veprën që ne do vëmë skenë këto ditë. Një njeri, një prind që bën sakrificën e tij për të rritur fëmijët e vet e për t'i shkolluar, edhe ky është hyj. Hyj gjendet të gjithë personat, të gjithë individat që sakrifikojnë veten e tyre për një të ardhme më të mirë. Shumë që të ketë shfaqje goxha të mira këtë sezon. Është një tekst shumë impenjativ i Eugene O'Neillit, çmimi Nobel për letërsi. Është një rol të cilin e kanë luajtur aktorë shumë të mëdhenj botëror si Al Pacino, Forest Whitaker e të tjerë, pothuajse gjithë aktorët më të mëdhenj amerikan. Është një sfidë e madhe për aktorin, sigurisht, por është shumë mirë që të preken tekstet të tilla, të cilat janë vërtet majat e dramaturgjisë botërore. Ideja e hyjit është që ne jetojmë në një botë kur duhet kemi njëri tjetrin për të krijuar iluzione për një jetë më të mirë. Janë pikërisht këta njerëz të cilët janë dëshpëruar nga jeta e tyre dhe kërkojnë dikë që të krijojë një realitet tjetër, një botë tjetër. Dhe unë mendoj që duke qenë një autor kaq i madh me një thellësi interpretative shumë të madhe, pa diskutim që kudo ka njerëz të cilët jetojnë me iluzione, se janë dikush tjetër. Pra pikërisht ky realitet i të jetuarit në dy botë të ndryshme ka arritur që t'i mbajë gjallë këta njerëz në një dëshpërim të madh. Sigurisht është kryesisht një sfidë për aktorin.